Pak ditë para seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ka pritur përfaqësuesit e partive politike në takim. Haxhiu tregoi se është vendosur për caktimin e rendit të ditës së kësaj seance që mbahet më 6 gusht e ku pritet të zgjedhen kryetari i Kuvendit e nënkryetarët. Nga dita e konstituimit nis të rrjedh afati për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, për çka ushtruesja e detyrës së presidentës ka mirëpritur rikthimin e LDK-s në diskutime me lëvizjen vetvendosje për të përmbushur këta hapa që nëse nuk ndodhin e çojnë vendin në zgjedhje. Por është shumë e rëndësishme që takimet të vazhdojmë, pra ato të thirren dhe të mbahen dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentës së vendit. Pra shumë e rëndësishme që këto takime të vazhdojnë sa më parë. Përfaqësuesit e vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike u shprehen optimist në gjetjen e një zgjidhjeje për të shmangur zgjedhjet, duke ju referuar një bashkëpunimi të mundshëm mes tyre. Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije dhe për publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e zotit Abdi Xhiku, ka qenë në një frymë konstruktive që ka qenë shpresdhënëse për diskutim tutje. Deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara. Dialogu mbi partneritetin edhe mbi një marrëveshje eventuale ndërtohet para së gjithash mbi parimet, edhe mbi pozitat, por fillimisht duhet të dakordohemi mbi parimet, qëllimet, objektivat e programit tonë, ka dojmë me i orientu Kosovën në vitet e ardhshme. Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca kanë ripërsëritur qëndrimet e tyre se nuk duan bashkëqeverisje me vetvendosjen. Jemi vite larg me lëvizjen vetvendosje dhe shohim fare pak hapësirë për bashkëpunim, këtë qëndrim e kemi bërë të qartë. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jo në qeverisje. Ne nuk duam të jemi pjesë e qeverisë dhe rrjedhimisht mos marrim asnjë hise, asnjë privilegj, asnjë pozitë qeverinë e Kosovës. Mirë po ne njohim një situatë tepër të rrezikshme të Kosovës të përfundimit të cikleve zgjedhore, prej një cikli në një cikël. Seanca konstituive e Kuvendit është thirrur për datën 6 gusht e duhet të përfundojë më së largu më 7 gusht, sepse tashmë me këtë datë konsumohet afati kushtetues prej 30 ditësh.